Zoti Gaxheli do fitoj lindja apo perëndimi në lindjen e mesme? Po në lindjen e mesme, si e shoh unë, do të ishte pyetja në mes se do të fitoj lindje mesme Shtetet Arabe apo Po, e kam fjalën Shtetet Bashkuara dhe perëndimi në mbështetje të Izraelit apo parashikoni një ndërhyrje të Kinës, të Rusisë për të shpëtuar Iranin nga ky moment? Atëherë po e kemi një rikonstruktim të pyetjes, sepse do të ajo pyetja paraprake do të nënkuptonte përfshirjen e shteteve muslimane në mbështetje të Iranit. Gjë për cilën jam shumë skeptik se do të ndodh, me që nuk kemi luftë duket se po e ndërpres gjeoekonomia rezulton më në vend parë përballë gjeopolitikës. Gjeoekonomia thua. Po kam fjalën tek ndarja që ju bët shteteve që vështirë se do të rreshtohen. Unë e kuptoj kështu, aty nuk përfshihen shtetet e tjera muslimane sepse nuk ka luftë religjioze, është luftë politike. Andaj edhe nuk përfshihen shtetet muslimane në një konflikt për të mbështetur, në një luftë për të mbështetur Iranin. Tani kjo tjetra si thuash është gjeoekonomia apo gjeopolitika, do të thoya është gjeoekonomia kundër gjeosigurisë. Dhe për të përgjigjur këtu konkretisht është se gjeoekonomia në Iran apo në zhvillimin e Iranit vije prosperiteti nga Kina. Ndërsa Irani sigurinë ka të mvarur nga Amerika. Dhe Irani sigurisht i ka ardhur koha të zgjedh ato të jetë pa siguri e me ekonomi, apo do të jetë me siguri e më pak prosperitet. Dhe si duket dhe me tani gjatë thirrjes presidentit Trump për një marrëveshje nukleare ka qenë dhe me tani e pamundshëm, për shkallëzimi me gjitha gjasa si pas raportimeve po vazhdon. Mendoni që me që jemi tek thelbi i problemit, siç kuptohet në opinion, ndërtimi i armës bërthamore nga Irani, për çfarë ka penguar gjithë këto vite që të mos e ketë këtë armë bërthamore, që ka luajtur, po gjithmonë është në proces. Po, pyetja tani është edhe, si më thon, e paradestinuar, sepse ndërlidhet me faktin e thirrjes së Izraelit amerikanëve për nuklear në Irak. Dhe kur u futën në Irak aty nuk pat nuklear. Tani a ka Irani nuklear nga ana e kryeministrit të Izraelit konsiderohet se është e ndërtu në mënyrë sekrete. Dhe mbi këtë bazë është mbështet mbi këtë bazë ka argumentuar se ka ndërtim të ka dyshim të bazuar për ndërtim të fuqisë nukleare dhe mbi këtë bazë ka vënë në aksion atë që njihet doktrina preemptive strike. E njëjta doktrinë është që Bushi e përdori karshi Irakut në atë kohë. Dhe tani nëse ka nuklear Irani, unë jam skeptik dhe mos tam 100% sigurt, por ka gjë e sigurt që do të thotë sulmet e Izraelit kanë qenë pamundshme që ta shkatrojnë një kapacitet nuklear të Iranit. Dhe tani Izraeli e do Amerikën ta ngrej Amerikën në këtë konflikt. Do ta fusë në lojë? Ta futë në lojë gjithsesi në këtë konflikt. Sa do futet direkt Amerika në këtë luftë, mbetet të shifet. Unë mendoj interesi primar i Izraelit është që Irani të mos fuqizohet në rajon dhe interesi primar amerikan është se Irani është aleat i Kinës dhe do të thotë 25% e energjisë Kinës apo gazit vjen nga Irani.
dhe këto interesa e përputhin Izraelin dhe Iranin, duke lërë anash dhe për të mos nënvlerësuar sigurisht se Irani ka një lobby të fuqishëm në Amerikë. Përmendoj Izraeli. Në fundit, ka gjasa që Irani tjetë Afganistani i ri? Tani kjo pyetje nuk Afganistani në pikpamjen internale ka vujt konsekvencat, po pa efekte internacionale. Ndërsa Irani nëse përshkallëzohet lufta dhe involvohet, do të thotë Izraeli më tej dhe Amerika, atëherë do të ketë konsekvenca internacionale. Një për tyre është imigracioni. Dhe kur flasim për imigracionin, rikujtojmë Sirinë. Ndërkohë që largimet kanë filluar që tani me thirrjet e Netanyahu dhe të Trumpit nga Irani. Drejt Irakut. Largimet nga Irani kanë filluar që tani nga Irani drejt Irakut, pas thirrjeve të Trumpit dhe të Netanyahut për të larguar. Po mendoni iket imigracioni apo si? Po, largimet e kam fjalën nga Teherani. Largime masive. Për këtë e keni fjalën? Popullatës apo? Po, popullatës. Ky është problemi krucial i cili do të ketë një impakt shumë të madh në Evropë. Nëse më lejohet ta sqaroj. Atëherë paraprakisht kisha edhe me Klan Kosova koleg t'juj këtë që thash se në kohën kur për ne po jetojmë realizmit, bota liberale është duke u fundosur dhe koncepti i EU-s me kufit të hapur dhe ngritja e nacionalizmit në Evropë do të poshnon, do të rrëzon konceptin e kufive të hapur. Dikush nga liberalet të cilët gjindën, sipas mendimit tim, i ka zënë sistemin ndërkombëtar apo tash gjendja faktike e realizmit i kanë zënë me pantallona të zhveshur, jetojnë ende në ëndrrën se është populizmi i djathtë. Unë argumentoj këtë sepse me invazion imigrantëve të Sirisë në Evropë, ku do të thotë kufit ishin të hapura, ndodhi reaksioni i djathtë. Sepse kishte impakt në Evropë dhe përfshira një numër të madh dhe imigrantësh që vinë nga një kulturë tjetër, medomos do të ketë krem të lartë dhe moskënaqësi në shtetet e Evropës. Dhe si pasojë rrjedhore kësaj, ka ngritje që nuk është e vetmi arsye, por është arsye e fuqishme pse djatha është në ngritje dhe kërkon që do të kërkoj që kufit mbyllen. A do mbyllen, as do mbyllen, ne do e shohim, por unë mendoj që nuk është vetëm populizëm. Pse nuk është populizëm? Nëse do të kemi një vërshim të tipit të Sirisë, nga Irani, të imigrantëve, e kemi të njëjtë po 10 fish më të madh. Sa do të përballoj vlera, sa do të përballoj Evropa këtë vërshim të imigrantëve,